Pas publikimit të këngës Dis nga Mozik, Metal Çani reagoi ashpër në rrjetet sociale duke akuzuar reperin për mosmirnjohje dhe gënjeshtra që sipas tij e kanë ndihmuar muzikun të arrijë suksesin. Elçani përmendi gjithashtu ngjarje personale dhe financiare të së kaluarës duke kthyer konfliktin muzikor në një përplasje personale me pretendime të forta. Është sinqerisht qeçarake se si disa njerëz mund të jenë kaq mos respektues dhe prapë të mendojnë se meritojnë një vend në jetën time. Mjaft me budallallëqe, gënjeshtrat e tua të vendosën pikërisht aty ku je tani. Çdo dhimbje mendore dhe fizike që ke përjetuar dhe që ende e përjeton e ke sjell vetë mbi vete. Gënjeshtra, tradhti, duke luajtur rolin e viktimës, e vërtetë tashmë ka dalë në shesh. Madje ke pranuar dhe vetë. Ti vjedhësh kursimet e jetës një gruaje të moshuar dhe pastaj të përpiqesh t'ia hedhësh fajin ish gruas tënde, ti dhe gruaja jote e dini saktësisht çfarë keni bërë. E shtypa të gruar të moshuar drejt mendimeve për vetvrasje dhe prapë do të luash rolin e njeriu të mirë, deklaroi ai, ku zbuloi më shumë nga ngjarjet që kanë ndodhur mes Mozik dhe Metal Çanit.